Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i ka refuzuar ankesa televizjes vetëvendosje për anulimin e rezultateve të votimit me postë dhe përsëritjen e votimit. Në vendimin e PZA-p-s thuhet se ankesa e LVV-s është e pasafatshme. Pala ankuese këto parregullsi ka mundur t'i paraqes në momentin kur ka kuptuar për shkelet e tilla, ashtu siç parashihet me nenin 10 dhe 98 të LZP-s, ndërsa KQZ me datë 4 janar 2025 me vendimin numër 09 për 19/2025 ka certifikuar listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 2025 që janë mbajtur me datë 9 shkort 2025, pra gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Pala ankuese nuk ka paraqitur ndonjë ankesë për parregullsitë e pretenduara rreth listës së votuesve me postë. Por PZA-p-ja ka aprovuar ankesën e vetëvendosjes lidhur me rinumrimin e 1631 votave të shpallura si të pavlefshme në kuadër të votave jashtëvendit, ashtu siç ishte edhe propozim i sekretariatit të KQZ-s. Ankesa për procesin e numërimit kanë shprehur edhe deputet të Lidhjes Demokratike. Ish shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Erben Gashi, ka thënë se numërimi në qendrat komunale të numërimit ka dështuar dhe ka kërkuar përsëritje të procesit. Për hir të ruajtjes së besimit në procesin demokratik, KQZ-ja duhet të vendosë për rinumrimin e të gjitha votave në qendrën e numërimit dhe të rezultateve në Prishtinë. Një fenomen tjetër i vrejtur në këto zgjedhje është manipulimi masiv me votën e diasporës. Këto vota, siç po shihet, janë manipuluar sidomos brenda partive politike. Kërkesave për rinumrim ju është bashkangjitur edhe deputetja e tjetër e LDK-s, Hykmete Bajrami. Ajo ka kërkuar edhe hetime. Çdo dyshim duhet të zbardhet me shpejtësi dhe vendosmëri, pasi që vetëm kështu forcohet besimi dhe integriteti i procesit zgjedhor. Për LDK-n, vullneti i qytetarëve është i shejtë dhe kushdo që ka tentuar të devijojë atë, vendin e ka në borg. Të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Bazuar në rezultatet e publikuara nga KQZ-ja, lëvizja vetëvendosje ka marrë mbi 30.000 vota nga ato me postë, apo 51.5%. E dyta është LDK-ja, e cila ka marrë 30.5% e votave me postë, ndërsa e treta është renditur PDK-ja me 9.48% e votave.